Nëntori i vitit 1944, lufta sapo kishte përfunduar, ndërsa në Tiranë kishte nisur një epokë e re. Shumë shqiptar besonin se me çlirimin do të vinte edhe pajtimi, por një luftë e re vllavrasëse sapo kishte nisur, një luftë që askush nuk e kishte menduar. Dhjetra intelektual ish ushtarak e njerëz me influencë ishin pushkatuar pa gjyq. Dhjetra intelektual të tjerë ishin marrë nga shtëpitë e tyre menjëherë sapo gjermanët kishin lënë Tiranën. Ditë pas dite, shoqërimet e tyre shtonin numrin e të burgosurve, të cilët mbaheshin të izoluar pa asnjë informacion. Jashtë, familjarët prisnin kthimin e tyre në shtëpi, madje shpresonin se një amnisti e madhe në prag të festës së pavarësisë do t'i jepte fund këtij terrori të pakuptimt. Por ndërsa shpresa arritej në rrugët e qytetit, në prapaskenë po përgatitej një proces krejt tjetër. Një proces që nuk do të gjykonte vetëm ata që ishin arrestuar, por do të vuloste fatin e Shqipërisë për dekadat që do të pasonin. Në historinë shqiptare, pak procese gjyqësore kanë lënë gjurmë aq të thella sa gjyqi special i vitit 1945. Për shumë studiues, ai nuk ishte vetëm një gjyq ndaj disa individëve, por momenti kur regjimi i ri vendosi të eliminonte klasën politike dhe intelektuale të vendit. Studiuesi Josef Radi, njëkohësisht djali i gazetarit Lazar Radi, një prej të mbietuarve pas gjyqit special të marsit 1945, thot se kjo ngjarje ishte përcaktuese për shkallën e egërsisë që do të ushtronte diktatura në Shqipëri dhe mënyrën se si do të funksiononte sistemi i drejtësisë në 45 vitet e regjimit komunist. Gjyqi special hapi siparin e një tragjedie që do të vazhdonte për 47 vite, siparin e diktaturës. Gjyqi special në Shqipëri, për çudi, është zhvilluar përpara gjithë gjyqjeve që u bën fashizmit dhe nazizmit, që ishin shkaktarët e një lufte të madhe botërore, ndërkohë që Shqipëria ishte vetëm psuese e luftës së dytë botërore. Domethënë, nuk kishte përmasat e organizimit të në një genocidi apo një vrasje masive, dhe ky gjyq, sipas konceptit tim, më shumë se për të dënuar ata që u quajtën, domethënë me një seri nofkash negative, jo tradhtar të popullit, jo armiq të betuar të popullit, jo kuisling, jo kriminal, domethënë me një pafundësi, jo ballist, sepse edhe nocioni ballist në gjyqin special ka një shije të keqe, domethënë sepse pjesa më e madhe atyre që dënuan ishin ballistë. Dihet që balli ka qenë një nga organizatat më cilësore në pikpamjen intelektuale të asaj kohe. Në gjyqin special ka një ndërthurje të atyre që dolën nga lufta nacional çlirimtare, domethënë krerëve të luftës nacional çlirimtare, është prania e jugoslavëve që kishin një pozitë kyçe gjatë luftës nacional çlirimtare dhe menjëherë mbas vendosjes së pushtetit kishin mjaft autoritet në institucionet shqiptare, ishte dhe prania ruse, angleze, amerikane dhe franceze, të cilët ishin edhe fituesit e luftës dytë botërore. Sigurisht secila përfaqësi shtetërore në raporte të ndryshme, po kanë qenë të gjithë prezent në gjyqin special, që është zhvilluar nga 12, domethënë nga 20, nga mbas data 17 nëntor që është lirimi i Tiranës dhe deri në datën 14 prill 1945, që është dita e ekzekutimit të 17 të pandehurve në gjyqin special. Ky libër me 140 faqe mban brenda tij kujtimet e një dëshmitari të rrallë, i mbijetuar i gjyqit special.
Gazetari Lazar Radi e shkroi atë në periudha të ndryshme të jetës tij pas daljes nga burgu dhe e botoi pas rënies së regjimit komunist. Ai shërben sot si një pikë reference për gjithçka ndodhi në atë gjyq, nga arrestimet e Befta dhe Tinzare, menjëherë pasi komunistët hynë në Tiranë, pas tërheqjes së trupave gjermane nga kryeqyteti e deri në dhënien e vendimit final dhe disa ngjarje domethënëse mes krerëve të regjimit mbas këtij gjyqi. Libri lindi si nevojë e shprehjes së njërit prej të mbijetuarve të gjyqit special. Në vitin 1991, nga gjyqi special kishin mbetur vetëm 2 veta, 2 motrinë. Lazar Radi që kishte qenë 28 vjeç dhe Jakov Milaj që kishte qenë 34 vjeç në gjyqin special. Këta ishin 2 të mbijetuarit e gjyqit special. Dhe Lazri, mbas ju erdhi nga internimi dhe u vendos në Tiranë, bëri një punë të jashtëzakonshme në bibliotekën kombëtare, sidomos me gazetën Bashkimi, ku mblodhi një pjesë të atyre të asaj të përditshmeje që jepte shtypi për të organizuar gjithë opinionin ose për ta informuar gjithë opinionin për këtë kast që ishin gjakthirësit e popullit shqiptar të cilësuar sipas tyre, dhe kjo vazhdimsi zgjati për rreth 6 muaj. Domethënë, nga 23 nëntori deri me 14 prill janë diku ke 6 muajt të kësaj farse kriminale. Libri lindi si nevojë e rrëfimit të një të vërtete. Për gjyqin special, gjatë gjithë periudhës së diktaturës, nuk është thënë absolutisht asnjë lloj fjalie, as nuk figuron në tekstet shkollore, as gjikundi. Nuk thuhet vetëm janë dënuar, por termi gjyq special nuk është trajtuar, pothuajse fare. Dhe Lazri e nisi këtë punë, u mbështetur në 2 elemente kryesor janë. Elementi i parë janë kujtimet e tij të atyre ditëve dhe elementi i dytë ishte kujtimet e tij të shoqëruara me tekste të marra nga shtypi kryesisht i gazetës Bashkimi i viteve fundit 44, fillimi 45. Siç dëshmon Jozefi, Lazar Radi e përgatiti për botim këtë libër pas rënies së regjimit komunist. Librin e punoi nga viti 1992 deri në vitin 1995 dhe me rastin e 50 vjetorit i bie, 44, 95, po me rastin e 50 vjetorit, Lazri e botoi gjyqin special. Sigurisht në një sasi 300-400 kopjesh, një pjesë të cilave ja u shpërndau miqve të vet, një pjesë e cila e çoi nëpër librarira, po që nuk funksiononin mirë në atë kohë, por ishte dëshmia e vetme që mbeti nga kjo. Por në këtë nisje të një epoke të re, pasi besoi se epoka e shkuar gjaksore ishte mbyllur, përveç gazetarit, shkrimtarit, poetit e përkthyesit Lazar Radi, jetonte edhe një tjetër dëshmitar kyç i këtij gjyqi, Jakov Mile. Lazri shkoi dhe takoi në këto vite, domethënë nga 93-94, shkoi takoi në Fier dhe Jakov Milen, që ishte i mbijetuar i dytë, i cili në kohën e pushtimit italian kishte mbuluar për një periudhë të vogël kohe detyrën e ministrit të bujqësisë dhe pyjeve. Po që ishte një veteriner i shkolluar në Torino të Italisë dhe një njeri që kishte kontribuar në shtypin e viteve 40. Ndoshta akuza më e rëndë që u bë Jakov Milejt në gjyq special ishte se kishte shkruar librin Raca shqiptare. Edhe këto problemet që lidheshin me racën, se dihet që nazizmi përkrahte racën ariane ku futeshin edhe shqiptarët dhe raca shqiptare ishte, si thuash, një lloj paralele që hiqen dhe kjo ishte edhe një arsye që edhe Jakov Milaj, që ishte, si thuash, zot veteriner, ishte pjesë e kësaj farse. Nga kujtimet e largëta tek përjetimet personale, historia ishte e zbardhur plotësisht
dhe tashmë mund të zbulohej faqe pas faqe ndërsa e lexon këtë libër. Ditën e arrestimit të tij, Lazar Radi e sjell me detaje të imta në librin e tij. Kishte parë 10 intelektual në ato ditë nëntori që partizanët shkonin dhe i merrnin me rropam në shtëpitë e tyre. Babai banonte aty ku është drejtoria e policisë, janë 4 pallatet e Lanës, ato të bardhët, ndërtuar nga italianët. Babai jetonte tek pallati i parë aty në katin e dytë. Edhe një shok i tij që ishte tashti me partizanët e përshëndet dhe i thot, "Hën Lazar, si je?" Mirë, thot, ja, kështu. Dhe mbas 2 orësh vijnë 2 partizanë edhe e marrin Lazar për një sqarim të vogël, dhe ai sqarimi i vogël mos ne vazhdoi për një periudhë gjatë. Me një partizan më shoqëruan për në deg, kur po i zbrisja shkallët e degës për të futur në podrum, ku ishte caktuar vendi i grumbullimit, më duk vetja sikur po hyja në një zgjua bletësh. Aty ishin me qindra vetë në një hapësirë aq të ngushtë, në fund të shkallëve, po më priste Pietri, xhaxha i gruas. Bashkë me të shkuam tek nën shkalla e degës. Aty ishte mbledhur barku i Shënmërisë. Ishte aty Dedi Jakova, Lal Perolli, Pjetër Leshi dhe një 5-6 të tjerë, por që të gjithë të njohur dhe të afërm. Më hapën një vend, por ajo biruce në shkallëve ishte aq e ngushtë dhe e vogël sa nuk pranonte shtresa të tjera përveç të atyreve që kishin ardhur para meje. Ajo Zgabucino kishte një dritar të ngushtë që shikonte nga dera e oborrit. Prandaj mund të kontrolloje rehat kush hynte dhe kush dilte prej asaj porte. Ndërkohë, jashtë familjarët ishin përballur me një egërsi të pashpjegueshme të regjimit të ri. Menjëherë mas arrestimit të Lazarit, familjen e tij, domethënë vllain, nënën, motrën, gruan edhe fëmijën bashkë me fëmijët e vllait, i nxorrën nga shtëpia dhe i nxorrën rrugë të madhe. Edhe gjatë kohës që bëhesh gjyqje special, Lazari kishte një vajzë që kishte 4 muaj kur hyri në burg, dhe ndërkohë që zhvilloheshin seancat e gjyqjes special, vajza i ka vdekur, edhe e përmend edhe në gjyq që tek fjala e të pandehurit, ai kërkon që të merret në konsiderat që gjatë periudhës familja ka ngel rrugave edhe i ka vdekur dhe fëmia i vetëm, po ata nuk e morën as në konsiderat as këtë lloj detaj që ishte, si të thush, pjesë e zërtetës së gjyqjes special. Jozefi tregon se në këto ditë të turbullta, nëna dhe babai, 2 të rinj që sapo kishin nisur jetën me një foshnjë të porsalindur, do të duhej të përballeshin me një rrebesh të fortë e të beftë, dhe nëna, me foshnjën pak muajshe, me njëherë pas arrestimit të Lazarit, do të mbetej mes 4 rrugëve në mëshirë të fatit. Nëna u martua në vitin në gusht të vitit 1943, dhe në nëntor të vitit 1944, nëna kishte diçka më shumë se një vit që ishte martuar, po kishin edhe një vajzë, domethënë që u kishte lindur në gusht, një vajzë 2-3 muajshe në nëntor. Ajo nxjerrja nga shtëpia menjëherë pas arrestimit të babait ishte një tragjedi, sepse problemi nuk ishte që i nxorën nga shtëpia dhe i futën diku tjetër, ngelën rrugë të madhe, dolën rrugë dhe s'dinin. Xhaxhai ishte me 2 fëmijë, babai ishte me 1 fëmijë, nënën e kishin 2 vjetër, motrën e kishin pa martuar, dhe ata sistemuan vetëm xhaxhan sistemuan. Gjyshja me gjithë vajzën u detyruan të ikin në Durrës, ku kishin banuar më përpara, kurse nëna ngeli midis 4 rrugëve dhe u detyrua të shkojë të kthehet ke Ijati. Kthehet ke Ijati, ata sepse ndërkohë edhe nënës i kishin arrestuar xhaxhan. Domethënë, edhe i kapi një terror familjar dhe
praktikisht nëna u kthye dhe punonte tek nusja e Xhaxhait, domethënë nusja e Xhaxhait, por nusja e vllait të Lazrit, domethënë Xhaxhai ton, ajo punonte si rrobaqet pse ishte me origjinë kroate dhe meqense jugosllavët ishin në qarkullim, si thuash, gjeti një lloj strehe për të futur kokën. Ndërkohë që në Nebi endeshin në mëshirë të fatit, në kërkim të një strehe për të futur kokën, në paraburgim, Lazri kalon të ndërmend skenar të merri që mund t'ju ndodhnin gjithë intelektualëve si ai të burgosur. Në bodrumet e degës së Tiranës, njerëzit qëndronin si në një koshere bletësh. Sado ngadalë që flisnin njerëzit, bashkimi të gjithë atyre peshpëritjeve kthehej në një zuitje të vërtetë. Ne pothuaj që të gjithë nuk ishim as pak të vetëdijshëm se çfarë po ndodhte rreth nesh, po manipuloheshim nga duar të dyshimta shqiptarësh dhe nga duar kriminale jugoslavësh. Por ajo që ishte më e çuditshme për ne ishte se asnjëri nga ne nuk ishte i vetëdijshëm për atë që po gatuhej në kazan. Ishte fakt se gjindeshim ndërduar karrieristësh të dyshimt. Isha i bindur, pa ja thënë askujt, se jeta jon varej në një fije floku. Një urdhër makabër i dhënë nga shqiptar të pavetëdijshëm, të komanduar nga emisari jugoslav, do të ishte i mjaftueshëm për të bërë masakër mbi të gjithë ne. Një urdhër i mbrapsht do të ishte i mjaftueshëm edhe për një eliminim në masë të shumicës prej nesh, që ishim grumbulluar ndër ato bodrume të errta. Lazri Rufens fillimisht i futën diku ke Selvia në një dhe sasia e njerëzve që arrestoheshin rritesh në numër geometrik. Domethënë në fillim ishin 5, mas një 6 orësh bëheshin 35, mas 2 ditësh bëheshin 125. Domethënë ajo sa vinte një moment që nuk lëvizje dot, atëherë i spostonin nga një në një vend tjetër derisa i çuan në tek Burgu i Ri, domethënë mbas një muaj çuan te Burgu i Ri. Pas drekën e datës 26 nëntor, na urdhëruan t'i mbledhnim plaçkat e t'u vinim etiketa se do transferoheshim në Burgun e Ri. Dhe vërtet, të rreshtuar për 2 dhe me një skor të ngjeshur partizanësh me mashinka, u nisëm në drejtim të Brakës, ku ishte ndërtesa e Burgut të Ri. Rrobat tona kishin arrit para nesh dhe ishin vendosur në trotuar, secili duke marrë dengun e vet e duke u futur në ndërtesën e burgut. Natyrisht, këtu do të vendoseshim secili sipas klanit të vet. Në një dhomë të vogël të katit të dytë u vendosëm 4 veta: Lal Perolla, Dedi Jakova, Pjetër Dheshi dhe unë. Gjën e parë që bëm ishte të pastroheshim prej morrave. Na që ndroheshim pothuaj për ditë që nga maja krese deri në fund këmbëve ishim objektivi më i preferuar i këtyre parazitëve të ndyrë. Lazar Radi shkrua në kujtimet e tij se her pas here vinin lajme prej familjarëve që flisnin për një amnisti të madhe që do të bëhej me rastin e 28 nëntorit. Sipas tyre, të gjithë të burgosurit do të liroheshin dhe do të shkonin në shtëpitë e tyre, por ditët kishin kaluar njëra pas tjetrës dhe dukej se kjo shpresë e vagullt po shuhej krejt. Ishte mesi i dhjetorit 1944. U përhap lajmi se do të hapej gjyqi special dhe se aty do të dënoheshin përgjegjësat kryesor të tragjedisë shqiptare. Një detaj thot Lazi që neve që na kishin përzgjedhur për gjyqin special nuk na kanë keq trajtuar, thot. Domethënë nuk kanë përdorur vetëm për ata që ishin seleksionuar për gjyqin special, nuk kanë përdorur dhunë mbi ne. Për të tjerët që ishin për gjyqje të tjera, është bërë një dhunë e pamëshirshme, bile na kapte terrori ne, thoshte Lazri në ato rrëfimet e veta, kur dëgjonim që në dhomën tjetër për shembull përdoresh një dhunë kafshërore me drunje, me hunje, me gjitha llojet e makabriteteve. Kjo është domethënë asnjë nga dënuarit e gjyqit special nuk është përdorur dhunë. Edhe është për të shnuar pseja, nuk ka një pse. Nuk ka një pse. Në përretën tim nuk e di
Por, si duket, ata kanë dashur, duke qenë se ishte fasad, një gjyq fasad, për të mos i lënë që se do shfaqesh populli atje, dhe këta do thoni që ju na keni rrahur, na keni detyruar, na keni bërë këtë, na keni bërë atë, e përdorën këtë lloj, domethënë që po vinte një drejtësi që nuk ishte të bënte me dhunën. Ndërkohë, në prapaskenë dhuna ishte bërë alfa e gjithë marrëdhënieve me qytetarët që nuk hynin në atë spektrin e respektit të pushtetit që po vinte. Për një kohë të caktuar na kanë mbajtur pa na pyetur, pa na bërë hetuesi, pa asnjë lloj gjëje. Dhe me kalimin e kohës, domethënë u vendosën ca ligje, siç është ai ligji i dhjetorit të 1944-s dhe 1 i janarit të 1945-s, të cilët mësane hapën procedurën e hetimit. Dhe hetimi ka vazhduar për një periudhë nga janari deri në 1 mars. Domethënë, i bie rreth 2 muaj ka qenë hetimi i të gjithë kësaj trupe prej 60 të arrestuarish. Siç dëshmon Lazar Radi në kujtimet e tij, hetuesia vijoi intensivisht deri në fund të muajit shkurt dhe për javë të tëra të arrestuarit merreshin në pyetje nga një trup e posaçme hetimore. Për ta përgatitur këtë gjyq, u mori një vendim në dhjetor të 1944-s, edhe sepse shumë elemente nuk mund t'i fusnin në akuzë një pjesë të atyre që ishin thirrur si të pandehur, kështu që u ndërtua një ligj, si thua është një ligj me fuqi prapavepruese për të dënuar njerëz për vepra të cilat në kohën kur ishin bërë nuk ishin vepra penale dhe vepra kriminale dhe vepra të dënueshme. Kështu që ligji në fjalë do të kishte fuqi prapavepruese për vepra të ndryshme, sidomos në rrafshin e gazetarisë apo shkrimeve apo si thuash veprimtarisë, një pjesë të këtyre përfaqësuesve të përzgjedhur nga pushteti i ri dhe që përfaqësonin pushtetin e vjetër. Hetuesia zhvillohej në Ish-pallatin e Zogut. Aty, një grup njerëzish prej 10 a 12 vetësh, përfaqësues të gjithë organizatave shtetërore e parashtetërore, do të formonin trupin e hetuesisë. Për të pyetur kishin të drejtë që të gjithë ata që bënin pjesë në trupin hetimor e që pak a shumë përfaqësonin të gjithë organizatat shtetërore dhe parashtetërore. Ndërmjet antarëve të kësaj hetuesie të përgjithshme ishin edhe shumë vetë që më njihnin personalisht, të tjerë më njihnin nga artikujt e ndryshëm dhe të shumtë që kisha shkruar ndër gazeta e revista shqiptare. Ankimi i tyre më i madh ishte: pse nuk u bashkove me ne, me frontin popullor, po shkove në frontin e kundërt. Mbasi më pyetën për gjëra të ndryshme, më dorëzuan proces verbalin që ta lexoja, të bëja korrigjimet e nevojshme, po të kisha për të protestuar gjë dhe në qoftë se isha dakord, ta nënshkruaja dhe ta dorëzoja. Me kalimin e javëve, u bëi qartë se jo të gjithë do të dilnin para gjykatës. Nga qindra të arrestuar, do të përzgjidheshin vetëm 60, edhe kjo ishte pjesë e skenarit. Pas disa ditëve, u muar vesh se 60 prej nesh do të dërgoheshin në gjyqin special për të gjykuar, se kush ishin nuk dijej akoma. Për caktimin e pjesëtarëve të këtij gjyqi u bë një punë e madhe, një shoshitje hollësishme dhe përpikt. Në atë gjyq mendohej të përfaqësoheshin të gjithë kategoritë. Aty do të kishte nga ata me përgjegjësi tepër të madhe e deri tek ai që pa vetëdijshëm ishte përfshirë në atë vorbull, në atë katastrofë të përgjithshme.